الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين. يقول تعالى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا صدق الله العظيم. Të nderuar xhamat, Allahu xhalla xhelaluhu prej neve agjërimin e bëft kabull inshallah. Natën që po vjen e pruft Allahu me të mirë dhe me ibadet. Natën më të madhe të muajit Ramazanit sipas shifrave tona, ajo duhet me qenë kjo natë që po vjen. Un kam të drejtë me thonë se ajo mundet me qenë edhe pramë, me pas qenë edhe par natë, edhe nata para Ramazanit, për shkak se këtu është kjo çështja, është një natë e msheft në këtë muaj. Allahu nuk i caktoi datën, pa hulumtimet edhe trezimi, freskimi i Muhammed Mustafas 10 ditët e fundit Ramazanit, duke e kërkuar se ajo në këtë natë, e pastaj argumentet tjera të buta edhe të forta se është ka nata 27, na edhe sot nuk e dim se a jemi nata 27 ajo, nuk jemi sakt nga zemra. Nga burimi i zemrës po e themi se kadal po vim të ubin çdo vjet se na një ditë Ramazanit po e ham e një ditë Bajramit po e ninojm. Po na ndodh. S'mundet me u kurkush se s'po na ndodh. Allahu xhalla xhelalu na bafshi neve të na prin në ardhmëri njerëz të cilët na lajmërojnë siç na kanë lajmëruar qert përpara me instrumente edhe ma të vobekta, ma të rëndomta. Kur kanë shku njerëzit nare në fushën mali kanë kallzu vllaut se banë një jetë se Ramazan. Kur kanë kallzu njerin në fushë të korra gje prishe se Bajram, e kjo ka qenë shumë ma në regull se kjo takvimi një mot për para edhe mos po luot mo. Inshallah me izre Zotit do të kthehet kadal te ajo vjetra të ashtu që ditën e Ramazanit ta kemi Ramazan e ditën e Bajramit ta kemi Bajram. Të nderuar xhamat, këto ishin di fjalë në lidhje me atë se dëshira jone flakta që nata e cila po na vjen sonte inshallah është muaj jo natë, ummeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ta kalon një zikr. Ta kalon duke e përmend Allahun xhalla xhelalu, ta kalon duke i përmend gabimet e veta, duke ju lut Allahut me ia fal gabimet atij edhe po kalojmë në ajetin 81 në suratul Nahl me komentin e surës inshallah taala. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala. Dje i folëm disa fjalë, di fjalë në lidhje me ajetin 80, e një që do të him sot në lidhje me fjalën hije. Xhamatin ndershëm, Allahu xhalla xhelaluhu fjalën e vet në Kur'an e ka zbrit me shumë kuptime, edhe e ka zbrit përfshiset e gjërave të cilat janë studiuar sot para 100 vetëve, do të studiohen mas 100 vetëve, e ditë pas dite do të bëhen zbulime të reja që jo do ta vërtetojnë Kur'anin e Kerimin, po Kurani i Kerimit do t'i vërteton ato, për shkak se ajo është e vërtet, a e vërtet atëherë nuk vërtetohet. Ka thonë Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala. Un kam bë për ju, në nënvizon fjalën për ju. Un kam bë për ju prej gjërave që kam kriju hije. Kto e lam gjë. Edhe tham se do të vazhdojmë sot. Prej gjërave që kam kriju kam bë hije. Më para gjithashtu do ta definojmë fjalën hije, definicionin e fjalës hije. Çka përfshin ajo? Në gjuhë, të ndershëm xhamat, fjala hije përfshin shumë gjëra. Në gjuhë. Ç'ka përfshin për shembull? Hije përfshin hijen që e njohim atë pemës të hijes trupave, edhe përfshin një gjë. Filan tesha i kishte filonit hije. Kështu edhe këtu përdoret fjala hije. Pra vesh mbathje, këpucët i kishin hije, fustoni i kishte hije, kaputi i kishte hije, kapuçi i kishte hije, flokti i kishin hije, mjekra si kish hije, e kështu me radhë. Di hije pra u spjegun. Qetra hije, thonë, që ajo punë që e kishe bo ti, s'ka hije. Ti je i malmo, nuk t'ka hije. Ti je musliman, me vjell s'ka hije. Ti je bujk i mirë me vellë të ashën e ujë nuk t'ka hije. Pra fjala hije, është përmend këtu në ajetin 81 në Kurani Kerim, mirë po që të fundit që i ceka une si ka për qëllim.
T'ka hije, s'ka hije, veshmartja, këpuca, kaputi, ideja, akhlaki, sjellja, këto s'janë për qëllim. Këto janë për qëllim në ajetin tonë këtu që tërsen. Hijet e trupave. Pra, se i cili trup, ka hije. Vetëm një trup nuk ka hije në këtë botë. A i që i ban drit, a i s'ka hije. Këto janë di, na që i njofmi, ka shumë që si njofmi nja, po dim për to se janë. Ato që i njofmi janë di trupa që s'kan hije. Djeli s'ka hije fare, se a i ban drit, a i është krejt drit, a i s'ban hije, ta i s'ka hije, edhe pejgamberi jon alayhis salatu selam nuk ka pas hije. Na me unal ndil, na bjen hija dika. Trupi pejgamberi jon kur ka ecë ndil s'ka pas hije. Çashtu qish ka qenë ai, ka ecë pa hije. Se s'ka pas hije, nuk i ka ra hija. Është fjala në Kur'anin e Kerim te hijet, wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala. Unë ju kam bë prej trupave që i kam kriju për juve hije. Unë po kaloj tash në definicionin terminologjik të fjales hije. Hije do me thonë mes ersinës së plot dhe dritës së plot. Mes ersinës së plot edhe dritës së plot e ka emnin hije. Nota është ersinë e plot, dita është ersinë e dita është dritë e plot, kurse hija është në mes. Hija është në mes. Qka ka? Kjo është pra knaqësi, prej knaqësive që njeriu i ban gjatë ditës duke nejt në ta, edhe ai nëse arrin që punët i ka kri, edhe e ka pru punën me hi pak nërhije, Allahu prej ati si dhënot, pa i donë që ti ta faleminderojsh për hijen e krijuar. Që e ke shfridzu ti? Dita është dritë e plot, nata është ersinë e plot, hija është gjeja, koha, atmosfera me këndshme në këtë botë për organizmin e njeriut. Allahu për këta thënë në Kur'anin e Kerim, në gjennetin e kemi ba dhillan dhalila. Kështu ka thonë, gjennetin e kemi ba dhillan dhalila. Ka thonë, la jaraune fiha shamsen wala zamharira. Në gjennet kur do të hini me këtë ibadet që keni ba dhe në këtë fe që keni, do të jetoni në një hije të hizuara. Dhillan dhalila, hije e hizuar. Çka është hije e hizuar? Kemi një për hijen, po kjo qetra, kjo është hije mbi hije. A thonë dhillan dhalila, hije trash. Pra, jo kejt pëmët në këtë bote kanë hije njajt. Pëmë e shelnës ka hijen tjetër prej pëmës që e ka emnin arë. Pëma kumull ka krejtësisht hijen tjetër prej asaj që e ka emnin dardh. Hija e plepit është krejtësisht tjetër prej hijes një vishnjës apo një bagremit. Hijet janë veçavesh si pas pëmës. Ka thonë e gjennetit është dhillan dhalila, hije mbi hije. Ju pra muslimanët nën këto hije do të rrini ditën e kiametit, ka thonë la jaraune fiha shamsa. Nuk do të shifni diell fare. Në gjennet nuk do të shifni diell fare. Tha wala zamharira, as që do të përjetoni mraz, as që përjetoni momentet ngrime. Në një ju e ka hethni ashtë ngri. Nuk do t'ju ngrien qeshmat në gjennet, mësë bani merak. Nuk do t'ju ngrien banjët në gjennet të falni. Nuk do t'ju ngrien fara as njëherë. Allahu Gjelle Gjelalu tha as vap, e as ter, e as mraz, as njonja. Tha si do t'jetohet pra? Tha do t'jetohet në flad. Kështu tha, do t'jetohet në flad, do t'jetohet në hije. E këto hijet, këtu që i kam bo, tha Allahu Gjelle Gjelalu, në atë momenti, kur të kalejsh në atë edhe të rish, edhe të freskohesh, e ke obligim me i falë dire që atë ati nëse të donë. Jo obligim farz dreke, po obligim faleminderimi. Obligim faleminderus, ta shifër se ti je aji që je falë në hijet e pëmve, dhe të binajave, dhe të trupave të kësaj bote në esër, do të knashesh në hijet e Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shanu, për të cilët thanë Kurani Kerim, wa dhillim memdud. Për hijet e gjennetit, tha wa dhillim memdud, kam ba hijet e shtrime në gjennet. Shka është hijet e shtrime në gjennet? Hijet e pa fund, në asë një vend nuk draf dili, kurse të hijet e kësaj dunjoja, kjo është dalimi hijeve, këtive këto dhe hijeve të atjejt,
për shkak se bjen me fletë në drejt këtu, e pastaj hija hec ti jetë ati, ke dalë ndil me një fjalë, ke dalë ndil. Inderuar i xhamat, Allahu Gjelle Gjelaluhu për hijet, ka folë në Kurani Kerim, ku kemi të drejt ata shkojmë edhe pak ma largë në shijen, edhe fushën e stadiumit të studimeve të fjales hijen këtë botë. Këto hije që i pa në u kri, a ka hije qera në këtë botë hala? Ka. Hija të e marjes diellit, hija e marjes hanës, edhe këto janë hije të cekura në Kurani Kerim. Në suratul Qiyama, Allahu Gjelle Gjelaluhu në gjuzin 79 ka theksu fare se do të mirët dielli, ka theksu bukur edhe qartë se do të mirët hana, ka theksu bukur edhe qartë se ato një dit do të bashkohen. Hana dhe dielli do të bashkohet. Shkencëtarët e kohës bashkohore kanë fillu me na dhanë disa dhona timta deri tash për tash, se hana do të sillet me një bosht ku e diune, si jam unë astronom, e pastaj do të niset largimi asaj nga toka deri të futet në atmosferën e diellit. Do të niset largimi asaj nga toka deri sa ajo të futet me rrotullime në atmosferën e diellit. E pastaj do të bashkohet me ta. Këto janë shenjat e ditës gjykimit. Këto janë shenjat e ditës së fundit, shenjat e mëdha. Ky proces ka filluar ndër xhamat. Ky proces ka filluar, që është në veprim. Tha Allahu në Kurani Kerim, wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar, a ditë do të bashkohet dielli dhe hana. Do të bashkohet dielli dhe hana, do të thotë do të krijet çdo gjë. Neve ama bash fares na intereson ato njerëzit si e blejnë këtë gjë. E blejnë muslimanët e vërtet për shkak se është e vërtet, për s'ditja është e vërtet kuranore. Pra do të bëhat hije. Një ditë për ditëve do të bëhat hija më e madhe. A ditë kur dielli nuk do të jetë më. Wa idha shamsu kuwirat, a ditë që dielli do të mështjellet në formën e mështjellës së mënyrës atij, edhe do të zhduket drita atij sa ato që japin dritë. S'marrin më tjetër një ditë prej ditëve ative drita ju sosët. Pra një ditë prej ditëve drita jonë me të cilën po shërbejmë do të krijet e të shndrohet në hije. Pra hija simbolizon fundin. Çka simbolizon hija? Hija simbolizon fundin. Me daljen e diellit në perëndim ka hije më pak. Kjo është rregull. Me ngritjen e diellit prej lindjes tek zeniti i tij në perëndim hija zvoglohet. Kjo është rregull. Çka ndodh a thu kur të mirët dielli? A ka në Kurani Kerim dëni sen që po mirët dielli? Dielli mirët pjesërisht nderuar i xhamat sipas Kurani Kerimit, edhe një herë në çdo 300 vjet mirët tërësisht. Ai nuk mirët, po i bjen hija. Çdo 300 vjet tërësisht një herë e rradhët qera mrenda, ngadal me pjesërisht, ka pak dikun më shumë e dikush. Çka ndodh pra? Thjesht gjë studiuar. Toka në mes diellit edhe hanës, mirët hana. Hana në mes diellit edhe tokës, mirët dielli. Kaç? Çka bëhet pra? Bëhet hije. Fa waja'ala lakum mimma khalaqa dhilala, prej trupave në hapsin që kemi kriju, ju kemi bë hije. Atë që ju mas mire shfrytëzoni, është hija e pemës. Shfrytëzone, po mos rrinin ta gjithë ditën. Shfrytëzone, po mos u bani hije gji, se gjithë ditën me nejt në hije, nuk të ka hije. E që tash nuk të ka hije, ka rendin. Edhe kjo e mban të vetën, me nejt gjithë ditën në hije, nuk të ka hije. Po vazhdojmë pra. Wa ja'ala lakum min al-jibali aknana, tha ju kemi ba prej kodrave shtëpi. Është fjala për shpellat ku jetojnë njerëzit, se këtë njerëzit nuk jetojnë si na në shtëpiat luksoze, po njerëzit musliman jetojnë në përshpella. Kanë jetu me mija vite në përshpella, jetojnë edhe sot që po i thojnë modern xhunglla, e ati njeri që jetojnë në xhungull nuk po i thojnë i varfër i ngratit i qojmë një ndijem, po i ven edhe një epitet atit lig, po i thojnë xhungllash. Me jetu në xhungull nuk ashtë turp, se dha i xhungullës ka dëshirë me jetu në shpisi ti, po a i s'ka arrit hala me jetu në shpisi ti, se ati ju ka hangër haku, për atë, ju ka hangër haku, aja është rëmi, aja është marë prej rafshit a qitë në xhungull, a i din se bepët e njerëzve që jetojnë në xhungla, pse jetojnë ato në xhungla? A me ndonë të inderuar se ato e kanë zgedh jetën në xhungla? A me ndonë të ato e kanë vendos prej shtëpisë luksoze me shku me jetu në xhungull? Jo, këto dashamirët që përna drejtojnë neve, ma herët me anije prej vendit,
e me kamgji, e me kuval, me kuaj i kanë mledh njerëzit prej fushave edhe arave të veta, para dishekujve, trashekujve kanë ndodhur kjo, jo mamoti, e i kanë quna për xhungla, me i vun vendin e shërbimit, me i vun shërbëtor të pa fjalë të vetën, të pa drejt vetën, xhunglat e Amerikës, xhunglat e Amazonit, xhunglat e Indonezijës. Tash të njeni prej këtive misafirëve që kanë këtu të ndershmit tregoj se në Indonezi, në përujthaset e Indonezijës, edhe sot ka njerëz që jetojnë xhungla të zhveshur. Shteti indonezian me 110 milion banor musliman, që ka 22.000 shkollat mesme fetare, një drejtor, edhe 6.000 fakultete. A i që i ketë njerëzit janë të një mendimin se në haqë, qka kanë pa njerëz në haqë më të civilizum të i kanë pa njerëz të Indonezijës. Në Indonezi ka xhungla, hala. Akoma ka xhungla atje. Xhunglat e Amazonit, xhunglat e Indonezijës, xhunglat e Kenijës, xhunglat e Kinshasës, xhunglat e Kongës, xhunglat e Zairit, xhunglat e Brazavilit, xhunglat e këtij edhe të atij. Pse? E pse njenin pallate qetrin xhungull? Ai që është në xhungull është njeriu i rrëmim prej njeriu të bardh eventualisht. I rrëmim e i ngushtum që tjeton se dhaj sa shqipajtum ati. Pra, ai po jeton në xhungull si amazi, këto qerë po i thojnë edhe mazi, xhunglash. U bites puna këti, mos kapi këti kur gjo. Fa wa ja'ala lakum min al-jibali aknana. Fa ju kemi bën shpellat të ndryshme për jetë, ative njerëzve që s'po kanë qef me ju pa me jetu me to në banes. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harr. Fa Allahu na banëm për ju, në nënvizoj fjallën për ju prap, na banëm për ju pijama. Na banëm për ju vesh, taqikumul harra, me ju mbrojt prej djelit, vesh me ju mbrojt prej djelit. Na tregoj shkenca bukur edhe qartë se robët e bardhat mbrojnë prej djelit, robët e zeza i pranojnë rrezët ma mirë, kjo është e vërtet. Po nuk ka mundësi shumë me u krenuaj që ne spjegoj këta. Interesant. Ai që e spjegoj këta, ai po shat. Ai që e spjegoj këta, ai po shat. Edhe po i pësën gjemë të tonë me u shat. Po thot se robët e bardha në ditat e verës të nxehta është më mirë me bajt se i refuzojnë rrezët. I kthejnë rrezët prap, jeton në flat mrena. Qaj njeri që na mësoj kështu, a i po thot, i që ju mara ati arapit a gjeti a i me fustan të bardha gje. Kur qkojnë haqbi këtu, me të shatë zeza, haqjit e toni keni pa ju, kur të veshen me shku në haqë në gusht, muin qershor, muin korrik, i veshin pantolët e dhimta, i veshin setrën e shajakut mirë, gjimlekin me kutia, i mërthim të rinë qaf, edhe një setre, se e snafa arifi, s'pa setre sa mësu me dalë kur, e vesh një setre, kejt harron se ka shdri për aeroplanit a njën 47 temperaturën. I shkoj njerëzët për majet hunës, si o luki shpijes, harron se me hek pak setrën, kur ti bojë 2-3 ditë shkoj në bleni fustan të bardhe vesh ati. A thot, edhe a gjithojnë gjindë të tonë, shka na qenë ka marrë kjo filozofi kështu, po këto me vene paskën, ta shtja po do pikam i kalzu ative se e kanë me vena, se kanë me vena. Ato e jetojnë me në temperaturë, edhe shamia ative, është pjesa e veshës e studiuar, se me shami i kanë nën shami 18 gradë ma pak të temperaturës. Ato jetojnë me shami në temperaturën tonë 27 gradë, 28 verës, se nën shami edhe në fastan e bardh janë 20 gradë ma pak. Allahu thanë Kurani Kerim, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra, ju kemi bë veshmbathja, është fjala për të bardhën, me ju mbrojt prej temperaturave. Jo nuk ka rastisht që Rusia në Sibiri ta vesh bundën e likurës arushës. Pse s'pëshash, përsha ju? Ava gjaj nuk kanë si una i vesh bundën e likurës arushës. E vesh, arushën e ka kujshi. Me arushën e ka kujshi e i parë. Jo në i bedahirës, a i qetri këtën. Ashtë populli që i bjen dahirës dhe cënë arusha. Kurse në botën islame, është djelit si në zene dhe veshët e shabarë, si pas Kurani Kerimit. Tha wa sarabila taqikumul harr, ju mbrojnë prej nxehtësisë, veshmbathje me u mbrojt prej e bardha. Tha wa sarabila taqikum ba'sakum, o musliman ju kemi bën edhe veshmbathje
të llojit tjetër me të cilën mbrohuni nga anmiku. Sarabila taqikum ba'sakum, veshmbathje që ju mbron nga anmiku. Muslimanët e lanë punën. Ato muslimanët pse e lanë punën jemi bona aksi kallopi. Ato e lanë punën. Tash ti ja ban gjit po marrojnë një lek, edhe po thojnë për e vesh ai muslimoni, ai askeri je lekin, e tani revolja s'peshpon. Po e vesh je lekin, revolja s'peshpon plumi. I thonë je lek antiplum, çështu ja kanë gjitë emrin, je lek antiplum. Allahu në Kurani Kerim që 1500 vetë tha wasarabila taqikum ba'sakum, o ju musliman ju duhet prodhoni jelek antiplum. Në Kurani Kerim ajeti 81 në suratun Nahl. Mdo këtë mësje bo gati me fol një laf, me thonë ku janë konë be këto gjallar pash zotin. Po shka më hi mu e nudhe se ku janë konë gjallart. Shka më hi ajo pun mu e nudhe. Ajo sa mua puna jeme. Allahu në Kurani Kerim ka thonë wasarabila taqikum ba'sakum. Kësa i thojnë në guën moderne blind. Kësa i thojnë guën moderne blind. Muslimoni duhet jetë i blindum. I blindum. Si pas Kurani Kerimit. E len Kurani Kerimin, e len punën, je i zhveshën. Po je i zhveshën nga kejt. Je zhvesh prej këti e lekut, ta shti qertë po punojnë me zhvesh edhe prej moralit. Prej e lekut je zhvesh, edhe prej moralit je zhvesh. Qka ke met, a thu? Qka ke met? Këto janë normat e tona. Kjo është feja jonë, kjo është Kurani jonë i dashur i cili në mëson me kohë, çdo gjë me pas për kohën që i duhet. Kadhalika yutimmu ni'matahu alayka alaykum la'allakum tashkurun wa la'allakum tuslimun. Tha kështu. Ajet pas ajeti prej fillimit. Spjegim pas spjegimi. Hadis pas hadisi, ngjarje pas ngjarje, histori pas historie, koment pas komenti. Tha Allahu xhalla xhelaluhu, deri te hija, deri te leku, deri te pijama, edhe më në fund tha, kadhalika yutimmu ni'matahu alaykum. Kështu në pe javë plëtsoj, o njeri të mirat e mija. Kështu begati mas begati e pe javë spjegoj, se kejt shka ka për ata e përdora ditre herë në nënvizoj fjallën për ju, kejt shka kemi spjegu dheri tash, shka kemi spjegu në të kaluar e shka do të spjegojmë, për ju tha, o njeri Allahu Gjelle Gjelalu, e më në fund tha, la'allekum tuslimun, eventualisht mos po bani musliman. Tha la'allekum tuslimun, eventualisht mos po bani musliman. E nëse zban pra mas kejt kësaj, që zban musliman? E kanë vendos njerëzit mos me pranu fen. Tha, nëse nuk pranojnë o Zot, mas kejt spjegimeve nuk pranojnë, tha Allahu fa in tawallahu fa innama alejka al-balagu al-mubin. Tha nëse e këthajnë shpinën o Muhammed, për ti e s'ka qëtër obligim përverse spjegimin e qartë. S'ka me i dhunu fare. As që ka me i detiru dikush dikan me kalun fe. Line stadiumin e lirë. Tha wa inna alejka illa al-balag. Tha s'ka për ti e që dërdetir. Ti spjego edhe hec. Spjego po spjego me argumente. Spjego qartë. Afroju njerëzve shembuj. Afroju njerëzve argumentet e gjalla. Edhe thuju ative selamu alikum. Ndeshi me pranu. Kështu thuju ja Muhammed. Fa men shaa falju'min, kush doje të besoje, wa man sha'a falyakfur, kush doje mos besoje. Tha kështu le e lirë, po masi ti spjegojsh njerit, mos i dil prap ka qetra udha që me i thonë, a spjegove atë s'ka shti, thuj la ilaha illallah, jo. Zejdi, radiallahu ta'ala anhu, me një luft prej luftave, i ngau një anmikut me shpat mrapa. I ngau deri sa anmiku në gjitë për kodre. Në mëjën e kodrës i shkoj aj. Në mëjën e kodrës i shkoj, kus kish ku me shku mo, a ju shtri për toke edhe tha ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A e prava ta, e prava me shpat. U lajmëru i nderuari Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam se Zejdi këtë veprim e ka bo. E thirë i tha eja, i tha ja Zejd, madha të falu gaden bi la ilaha illa Allah. Tha qka ke me bo nesër para Allahut me shahadetin e ati njerit, që e prave ti basi që aje u deklaru.
I tha i Zejdi Rasullahi sallallahu tha ja Rasulallah, innehu qalaha khawfan min sejfi. Tha aje tha prej frigës shpatës teme, tha. Për atë e pranoj Zotin. I tha Rasullahi Zejdit, ja Zejd, tha hella shaqaqta batnehu farajt. Tha i hinën zemër mrena se e pave se prej friga. Edhe ja këtha i prap, tha, qka do t'i banjsh nesër shahadetit ati? A i del ditën e kiametit i thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, unë e pranova islamin, kim prav, pra muslimonin e prav. Tha qka i ban kësaj nesër ti? Për atë tha, ja Muhammed, ja Zeid, është ki din spjegim, është ki din afrimi argumenteve, nuk është me njerëzit me zor. La ikrahe fit dini, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. S'ka me dhunu kërkan banu musliman me zor. Tha, është e vërteta e qartë, edhe e pa vërteta është e qartë. Vetëm spjegim, edhe asë gjë tjetër. Aliu radiallahu anhu, karramallahu wajha, njëherë me shpatë e rënoj, për toke një prej anëmiqve, edhe a i hapi shpatën ati. Kër i hapi shpatën me hik qafën, a i pështini. E pështini Aliun, karramallahu wajha, në balë e pështini. A i pështini atë, a i tha qu. Qu dhe kam, u qu në kam, a i qka. Tha shko, tha. Tha nalu pak. Për shka tha me shku? Tha isha në tokë, e kishe shpatën e hapur, ishte vdekja parasive, e pash mesi që ish vdicet. Pse tash për më lishon? Tha pse më shtine, tha për të lishoj. Për të lishoj se më shtine. Tha po si pas neve, tha me të pështia dhe ma, në dim shka bojnë më me më pështia, po. Tha jo, tha Aliu, kur e kisha shpatën e ngrejtur për me të pre, tha në emnin e Allahut, isha i vendosur me të pre. Kur më pështine, tha më hipi i noti, e për i natit temi, jo pra. Hajtë shkoshti. Tha kur më pështine, tha më hipi i noti, e jo për i natit tem, tha. S'po të pres për muë, tha, shti për muë, po të lishoj. Tha, masi u prisha jo për Allahun që da është ta me të pre, shti hajtë shkota, se shti për pështimen, tha, mo po të lishoj, tha, se më hipi i noti. Tha, mirë, a kështu i mat nja? Tha, po, kështu i matim, edhe ma hollë se kaqë. Tha mushriki, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj se Allahu është një, Muhammedi është robe dhe i dërguri ati. Tha kështu i matmi, edhe ma hollë se ka që i matmi bile. Tha jo për i noti. Kështu është islamion. Jo të kam zonë ngusht i baj punë të mija, është islamion i lirë. Tha wa in të wallau fe innama, alejke l-belagu l-mubin. Tha nëse ikin ja Muhammed, nëse e këthejnë shpinën, ti ri pranë spjegimit, edhe ma shumë se spjegimit, mos të progjo. Ja arifune një amat Allah, thumë me ju në këru në ha. Tha, o Muhammed, o i dërguar, o ju ulemo, ju apo me ndoni, se këto ja banjit nuk e dina. Tha, apo me ndoni se e zhnebit, nuk e din që eshqen e islamita. Ju a me ndoni se ato nuk e din se të mirat që i kanë, kush i ka kryua. Tha jo Allahu Gjelle Gjelalu, tha jo, ato i din këto të gjitha, se kejt e din se dilin se ka maru të afkovaci, këta kejt e din. Kejt e din se hanën nuk e kanë maru limartë dhe bravartë e kësa i dunjohë. Kejt e din se detin nuk e kanë mush me kofa uj, kanë prubi dikun, kanë qitë ati edhe e kanë bo pacifik. Kejt e din se mjeshtri, inxinjeri dërdintarijës nuk maron kokat njerëzve. Kejt e din se zemrën e sinën e veshin e njeriut nuk i kanë mblen pazar të pazari pullave. Këta kejt e din. Tha po mirë dhe, tha qka po bojnë, tha ja arifune në amat Allahi, thumë me ju në kiru në ha. Tha po e din, po e refuzojnë. Kështu tha Allahu Gjelle Gjelalu. Po e refuzojnë me dije. E pra kur ta refuzojsh me dije, qka ke po? E ke meritu denimin. Denimi shka na qenë ka? Denimin a qenë ka merit e robit Allahut. Merit e robit Allahut edhe denim i arsjetuar prej anës Allahut. Ja arifune në amat Allah, thumë me ju në këru në ha. E vërtëton Allahu në Kurani Kerim ka thonë, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard. Pyti ka thonë. I ka thonë Rasullullah Allahu Gjelle Gjelalu, shko pyti nudhe. Shka ty pisi ja Rabbelan, thuju, kush i ka maru qijet nëll. Tha, le e kulun në Allah, thojnë Allahu Gjelle Gjelalu.
Wala in sa'altahum man khalaqahum, pyeti kush ju ka kriju juve? Thojnë Allahu xhalla xhelaluhu xhalla xhanu. Po thuj çka jam unë? Thojnë ti i ai që po ban me një shejtan muhabet atje, po të mëson një njeri, po ulesh te guri safas edhe po të shkruan njëri, ti ai po fol ti po shkruan edhe po do më nai paraqit neve si fjalë Allahu xhalla xhelaluhu. Pse u bashin këto biseda? Këto biseda u bashin se priftat e krishterëve edhe të jehudëve, prej njerëzve që dishin me shkru, i shkruishin edhe u bojnë Injili falsifikat, Tevrati falsifikat, e tashti këto tonat më u banën. Çish ta bojmë edhe të këtij qetrit, pra lajmëronin popull se Muhamedi po rrit e guri safas, e njëri po i shkruan aty, ai po i folki po shkruan edhe u bë Kur'an. Jo, s'janë punë kështu, ju e keni trautu, ju e keni prish, po s'me prishim edhe na. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun. Tha shumica janë kafira, shumica janë jo besimtar. Tha shumica janë jo besimtar. Ma shumë janë jo besimtar. Por ata njeni bëj këta vafu kolla qabës. Vin këta për mensh bile. Tha Allahu ka thonë Kurani Kerim, wa qalilun min ibadi ash-shakur. Tha pakica ma din mua faleminder. Tha thështë e Zotit banën piqitive. Tha banën piqitive pakicës. E ta shti si pas sistemeve treja me ka po shkohet, a me shumicën e me pakicën? Me shumicën po shkojnë, pa e korrigju se e pat shumica me ven. Këto jam shefcit e bukurat islamit, se islami nuk e njef shumicën, po e njef të vërtetën. Jo nuk e njef shumicën absolut, a e njef shumicën. Ama në rastet e kufive, i kuranore e njef shumicën, jo e refuzon shumicën, po nuk e njef shumicën pa e korrigju, e pat me vend, a nuk e pat. Wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahida. Fa Allahu jalla jalaluhu. O Muhammed i dashur, o ummeti jot, o ummeti Muhammedit, tha, kër do të vjen dita kur do të nxjerrim popujt prej dheut, se i cilin popull do të abim në pragun e përgjegjësisë me pejgamberin e vet. Ai do të thot Allahu jalla jalaluhu, se i cilin popull, se i cilin pejgamber me popullin e vet. Ndëgjë mirë i dashur, ndëgjë mirë se mas kësaj fjale ban me kri. Sa është me rëndësi me folë shumë fjallë? O Rab, o Zot i gjithësijës, që ki ka qeni umetit tem, qefir, s'ka besu. O Zot i gjithësijës, ki ka qeni umetit tem, ka qenë besimtar, që e në gjennet. O Zot, i kam thonë, s'ka besu, që e në gjennem. O Allah, ja kam spjegu këti, nuk do i keme marrë vesh. Pengamerta Allahu Gjelle Gjelalu, ditën e kiametit, nuk e ka në emnin pengamer. Ditën e kiametit e ka në emnin dëshmitar. Fa kejfa gjena bi kulli ummetin, tha Allahu Gjelle Gjelalu, idha gjena bi kulli ummetin, wa gjena ala kulli ummetin bi shahid. Me kuptim për e tham, o Muhammed, tha kam i pru prej, në suratu Nisa, kejt popujt kam i pru, se i cilin dëshmitarin e vetë. Tha dhe ti ke me dal dëshmitari umetit tem nesër, i umetit tam nesër. Edhe ti nesër ke me bo, po të njëjtën pun, ti ke me dal nesër me i thonë Allahu Gjelle Gjelalu, me më thonë muë qartazi, ja Muhammed, është ki umetit tanë, Allahu e din, po ja Rabbel Alamin, kja është umetit tem, po s'ka besu, po Zot, kja është umetit tem, po ka besu, po ja Rabbel Alamin, kja është umetit tem, po ka vjedh, po ja Rabbel Alamin, kja është umetit tem, po ka qeni drejt, po ja Rabbel Alamin, kje më dëgjojt e desin një muj Ramazan, po nuk veproj gjo me ata që ndëgjoj një muj, nuk e futin vepër, po kja është gjemati umetit tem, i cilin ndëgjon të me kujdes, po harronte se kur dale prej xhamie, ajo shka u fol ka për me çun puna gje, nuk ka ndëgjim teatri, nuk ka teatr. Në teatr shkojnë xhamati ndershëm njerëz shumë. Shkojnë me bileta dhe shohin pjesën teatrale të ulujt, mirë po, nuk e kanë obligim me u bë ato artista kur dalin për jashtë, se kanë obligim. Shkojnë për me u dëfry. Shkojnë për dëfrim. Shkojnë për me u çmoll, shkojnë për me u shfro, shkojnë për me u shpras, shkojnë pak për me kesh. Teatrin kush e ka bën sefte pejda? Pika ka dalaj. Popujt e cungum, popujt e shtangum në jetën shoqërore, edhe sot e ma dit ato të mroltit tanë ditën edhe natën me gruan, edhe me fëmijët e vet që s'ju kesh buza fare, do të me shku në teatr një artist me i bë disa të lëvija në përmet reshteve teatrale të foluna, edhe ai mu kesh pak,
e me u shafu pak një kaqore, piktive kanë bindë se neve nuk na duhet. T'ja thëmë drejti, neve nuk na duhet fare. Sa herë dush jam gati me ta qit një fjali tash me të me kesh shte, apo do me kesh gjimësore. Apo do të baj me një fjali të spjegume që mës të mush me ngu desin të rinë fund mo. Ose për e bojmë kur dalmi në rrugë për ta kalzoj një vicë. I kam një 300 thas me zastel vica. Kejt vica islamik, as një sa në shumëtim që të brejnë mrena, që kam tha hoxha se ato s'janë tonë të ato. A për do një islamik, të fes islame, që zbrejnë kërkun, që nuk të vrat, hiq fare, del prej gjamiës, bus qeshësh ndoshta pak eventualisht, si qetësoj sistemi nervor, i ka hi e më gjithë mesin e dersit, neve më nami musliman. Një grue në Egjipt, më kalzoj një shoq, një grue në Egjipt, burin hoxh, i pa pas piskat burit gjithë ditën e gjithë natën, hiq pa nalë, veç ajo, kur kush që të kush, veç ajo burit vetë, burin hoxh, e ish mush më hoxha një ditë, tha, u mush më hoxha një ditë, tha, o ti, o i zoja shpijës, tha. A bre veç ti për më viket, tha. Kur kush për më viket që të rëkush? E a bre në gjami të gjumon, tha, këshire se kejt katunit cilë zbojnë në gjami kur të foli une. 5.000 burra hi në gjami une vikase ju bërtase, që mos ju bëj ative, të i qërtu, as njën zbanë zobre ti, hifës për të vikase dhe gjithë ditën për viket. E merë gjumon të gjamia, e qoj e gje. E hini të perdja edhe ma grave, e pa hoxha piskat kënë kupqilës një orë, as një njëri prej 5.000 vetëve në gjamit mojës folke kërkush. Kur shku në të shpia, tha, e pa ve grua, tha. A ishe vërtet, bre, tha, cëlla katunit cimës po bojnë, ti thas, vërzani jërë punit, tha. Vargjesh, tha. 5.000 burra, tha, po të bajshin ti, e tha, si e gati me bajt ti një grua. A u freskove pak? A ka varrim kitë një sen, a ka varrim me të varrojmë të ngushtoj njëri? Kjo ka diçka, po? Në ka hi e neve kjo, këto janë punë të tona, po? E ta shti, a ka nevoj me shku në teatr shti? A shku me blim gruën, zonjën teatr me shku, frëngjisht me a hek kaputin, me a në kaputin, e atë mocën prej qafet, të në atë ligu me i mor me ngrejt, e qadrën gjimsahati, gazetën e sizat, me a... S'jemi në ato. Po pëse s'jemi qasi, nuk jemi mas, o i dashur, nuk jemi mrapana. Ne jemi para, se islami në ka thonë burri e gruja në islam janë si këto digishta. Kja burri, kjo gruja. Kjo burri, kjo gruja. A gja hunç ki, a ngrejt ki qetri, shumë timi madha, shumë. Si ka hije, si ju ka hije, neve, na që që veprojmë, neve na ka hije, na kemi jetën e bukur shumë. Tha wa yawma nab'athu fi kulli ummatin bi shahid. Kur dalim para Allahu xhalla xjalaluhu, kejt do të dëshmojnë për popujt e vet. Edhe ti ja Muhammed wa ji'na bika ala haula'i shahida. Tha edhe ti do të bëjmë dëshmitar për ummetin tan. Thumma la yu'dhanu lil ladhina kafaru wa la hum yasta'tabun. Tha Allahu xhalla xjalaluhu, qafirave ditën e kiametit s'do t'ju japim leje. S'do t'ju japim leje fare me fol, tha, s'kan me fol. Wala hum yusta'tabun. Tha as që do të lejojmë ative me thonë, o zot, ki pat fajet. Tha do t'ja marrëmi këtë drejt. Wala hum yusta'tabun. Tha nuk do t'ju lejojmë me fol fjal adit, që adit me fjalet e veta e pajtojnë Allahun xhalla xjalaluhu. Tha do t'ja marrëmi këtë drejt. E që pajtojnë Allahun eventualisht, me ndonë ti se ditën e kiametit i thua Allahut, o zot, po ke, unë sa do ish në amunis ka gjamia, tha Allah, kim nalke, tha Allahut do t'ja marrëmi këtë drejt. Me këto fjalë që do të mundohen me i bo, s'kan me mund me mpajtu, tha Allahut, kurani. Wala hum yasta'tabun. Tha s'kan mundësi me mpajtu fare. Nuk do t'pajtohem, nuk do t'i marrë parasysh. E di pse nuk do t'i marrë parasysh? Se orari edhe ora e mësimit ishin të hapuna në dunjo. Ati ishte gjamia, ati ishte hoxha, ati ishte spjegusi, ati ishte mësusi, ati ishte drasazez, ati ishte shkumsi, zilja rake me hi edhe rake me dal, e ta shti shka kije mo. Ati do t'i thujsh mësusit, masit bo 9 muj viti shkollor, unë pata me mor 5, po kinë zonë si në bongë mësëm li kërahata. A me këta do me pajtu mësusin tana? Në fund vitit a i mësusit thot, a kes pas kalona? O bre, hec ka...
as pas kalon ki gjali tia, po se kam ditur e mrenda 9 mujve, 5 pra gjali babës, 5 het shko. Në shkolla ka kështu, jo në shkollë nuk bon punë kështu. Allahu Gjelle Gjelalu tha, si ketë mësusin që sot mund të pajton ki me këtë fjallën, ki qetri së mla me mësu, as muaj që do të mundet me mpajtuaj, që do të mundohet me thonë se këto qertë së mla një Rabbel Alemin. Këto së mlishin. E mirë pra. Me arë lajmë ishti në telefon të gjepit, se në Kumanov, e këshin hap një shalter sante, kush mërini pari kur të reje daulli, pi mirë ke 1.000 mark i pari kush të mërin. A më të nali une? Me mëria gje. Jo së në të nali. E pse për të mirën për të nalin, pra, kush të nali, qka u bo? A gjë së të nali, a gjë unë s'kam ven. A gjë unë së në mëri, a gjë unë kur të mëri në mot. Së në mërin, do së në mërin, a gjë do mërin, janë do shka mërin. Me të vërtet. Pra s'ka arsije. Kim nali, tha Allahu e la hum, ju s'ta të bun, tha, nuk do t'i lejojmë këtë njarje ditën e kiametit. Wa idha ra'a alladhina zalamu al'adhaba fala yukhaffafu anhum wala hum yunzarun. Tha, mësi të ballit para se të hin do ta shohin azabin. Allahu Gjelle Gjelalu tha, edhe mas sini prej këtij momenti kur ta shohin dënimin e Allahut mësi se ku kanë mëra, tha Allahu në Kur'anin e Kerim, mas këtij momenti mas sini i rahmetit Allahut nuk i shiqon prej këtij momenti fare. Ashtë dënimi ashtë për shumë. Me ta thonë Allahu këtë fjallë, o njeri, në Kur'anin e Kerim, edhe ti me ardhë me dëgju në gjami, ashtë turpi malë, pastaj mës me dit me usel mas saj fjallë. Prej se ta shofe qafiri azabin, mesi se ku ka me hi, prej këti momentin ndërprejt që lirimi apo lëshimi i sinit rahmetit Allahut mo me pata nena. Edhe mo kur as njëherë. Do me thonë rjedh, dënimi i ashtë për e Allahut, i spjeguar në parajete të Kur'anit e Kerimit, o zot mbrona prej zarmi xhenemit. O Zot në e banë në gjennetin nasib. Ate më të gjoni. Mos në nëzjerë nga dora rahmetit ta në asë njëherë. Mësone ate që se dim. Banë atë mundëm që ate që e dim të bojnë vepër. Më tek në ate që e kemi harru. Notën e kadrit brenaj me mire dhe marë insha Allah. Zbriti mirësit e tua në këtë notë. Ti ke premtu o Zot se me lajke të tua në mënirë të veçant në notën e kadrit zbresin tokë. Ato bani që zbresin e për shtëpit e tona insha Allah. Gjunat që kemi bon Ramazan falnaj. Ato që kemi bon pa Ramazan falnaj. Edhe bana prej ative që i ke Ramazan tjetë shkak, që na ma pak edhe në ndodhin ma të vogla, mas Ramazanit insha Allahu ta'ala. Lillahi l-Fatiha. Irani dur pra, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك اللهم التقى والهدى والعفاف والغنى. تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتحميدنا وتحليلنا وتكبيرنا وتعبداتنا ومعتقداتنا يا رب المستضعفين. على بابك بدعواتنا وقفنا مستجيرين فلا تردنا خائبين. كن لنا ولا تكن علينا وولي أمورنا خيارنا ولا توليها شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصل اللهم في البدء والختام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآل كل وصحب كل نجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Pra po ju lajmërojmë se ish me hemen të harru, po ju lajmërojmë se prej nesër namaz drekës fillojmë me i tubu fondin e fitrave pranë xhamisë tonë. Inshallah Allahu Gjelle Gjelalu e ban kabul fitrat edhe zeqatin. Kush është i interesuar pasuninë e vet me pastru, na do të fillojmë inshallah prej namazit drekës nesër deri ditën e Arifës. Keni kujdes, ju shumë mirë mo e dini, i nderuar xhamat se fitra duhet me udhon deri dalë dielli ditën e Bajramit. Prej se kur dalet dielli ditën e Bajramit duhet me qenë krime, pra mrena duhet me udhon. Njerëzit na pyesin neve se ai fëmia që s'ka lind hala ka fitër, që pritet me lind këto dita ka fitër, pyesin njerëzit kështu. Dëgjoni të nderuar xhamat. Ai që s'ka lind deri ditën e Bajramit, dielli kur dalë s'ka fitër për ata. Nëse lind para diellit ditën e Bajramit, një fitër e nxjerrni për atë njerëz. Çato që i kanë të shtëpia, njerëz smut që se kanë në Ramazanin. 30 ditë, dikush 15 ditë, dikush 30 ditë plaka, pleç, shtim në vite,
Për ato njerëz, nëse e ndin vetën se kanë një standard pak më të gjallë, ta nxjerrin një fitër 100 dinar, 10 miliard për ato. Nëse e ndin vetën që kanë standard. Nëse e ndin vetën që janë dobët për ka ekonomia në ato momente. Për ato njerëzit që kanë hongër Ramazanin, që se kanë një total, ta nxjerrin ka një fitër ka 5 miliard. Për 30 ditë 105 miliard, 150 miliard i japin. 1500 dinar. Edhe jo në atë kuptimin, nëse shkoni ka ajo, tash ka dale hoxha ti, nalu kanë. Shdri pikere, po më duhesh. Ave hoxha jo në tha sot, për ata që ka, për këta që ka shka thube ti, ato fitra nash japi nash mësi jap të në mo. Unë po të spjegoj fetarisht, jo apetitet e mia, po të spjegoj islamin, a i hoxha jot që ta spjegoj islamin me zel, edhe me vrull edhe me studim. Nëse keni njeri në familje, që s'ta kaninu Ramazanin prej smujës, edhe e keni gjendjen ekonomike tonën të lodhët, e njën vetën do bëti jep ka një 5 miliard. Nëse arrin, e nëse jo, as një dinar, për shkak se ai që s'ka, s'jep në islam, në fejnë tonë, ai që s'ka, s'jep. E ai që s'ka hiç shka ban në fejnë tonë, ai që s'ka hiç, du të mi dhonë na, ati shka s'ka hiç, që të shka kanë du të mi dhonë ati. Kështu a regulli. Mos ngushtohet as një njeri fare që s'ka mundësi fitra me dhonë, së ndhash me fitra si vetë, e ai që s'ka, e obligon Allahu me pas me zora? Ka thonë Kurani Kerim, la yukellifullahu nafsan illa ma ataha. S'ka ngarkes me përveç se me atë që e posedon. Kështu ka thonë Allahu në Kurani Kerim. La yukellifullahu nafsan illa ma ataha. Për çështjen e zakatit dhe të fitrave, na do të i grumbullojmë fitrat dhe zakatin prej nesër ndrejk në fondin e xhamisë. Në fondin e xhamisë këtu. Tash ti partia njëna partia, dia, tria, nuk e dim do kësë janë konsultun me zveti, pas janë politikanë smirë me to, kam dëgju, se kanë marrë qëndrim që fitrat si vetë tim ledhen për qështjën e të varfore në Kosovë. Ashtë realiteti mirë, ashtë gjë mirë shumë, ashtë gjë mirë pritër shumë, ashtë gjë e freskët shumë, ashtë gjë pozitive shumë, kejtë ashtë pozitiv, s'ka asë gjë, po unë kërkoj prej partive, prej degve, në ndegve të fshatit këtu, mrenda, për mës me bërë të lovi, tim ledhë me fitrat në xhami kejtë, e pastaj kur të krijet Bajrami, një pjesë të asaj tative fitrave të zakatit, e lëm në fondin e xhamisë këtu se ju pe shifni çfarë masrafe po na mbulojnë neve mbrenda një stine apo një viti, edhe një pjesë tative fitrave, unë si hoxhë dhe kryetari i xhamisë, kësaj xhamise si kryetar, edhe si hoxh vajz, premtoj se një pjesë prej fitrave si vjet do të dërgohen atje ku po lipët me shku, ku edhe ku ka nevojë. A jeni ju të pajtuar që kështu shkojë kjo punë? Pra ju lutemi, nëse jeni të pajtum ju lutemi, njerëzve që janë antar të partijës edhe aktivista, mos shkojnë na për shtëpia dhe bëmi fitrat për i qënë Kosovë. Na po i të bojmë këtu, edhe ma në fund, mirë mi vesh, një pjesë të ative fitrave, për vleznit edhe nanat që po lutemi për ta, po i ngrejmë durët për ta, edhe po thoj mos zotë bane mirë, se inshallah me izin e zotit mirë do të bat, mirë pa dhe na duhet me zgatë dorën me u bo mirë, duhet me zgatë dorën me fitër, duhet me zgatë dorën me zeqat, duhet me zgatë dorën me shëndet, duhet me zgatë dorën. Çka kemi mësuar në këtë islam përveç se ai që ka dorë t'ja zgase dorën atij që s'ka dorë. Sot vllazërit e tonë janë pa dorë, a është vërtet që janë pa dorë? Kush duhet me ia zgatë dorën ative? Ne duhet me ia zgatë. Tha pejgamberi jon ai që s'ka dorë, ai që ka dorë t'ja zgatë dorën atij që s'ka dorë. Tha ai që ka shpinë, t'ja vjoje shpinën atij që s'ka shpinë. Ai që ka xhep, t'ja vjoje xhepin atij që s'ka xhep. Pra kjo është e rregull, kjo është e ne e pranueshme, këta nuk e diskutojmë, as nuk kontestohet apo ajo, vetëm jetë mënyra që mos bëjmë në pasoka që kështu fitrat ai pikim ku shkojnë, ka shkojnë, çka u bëjnë. Këtu jemi në shtëpinë e Allahut, këtë shtëpi na e majmë prej kësaj shtëpie me mundësitë tona i majmë ato qert. Unë mendoj se me këtë sqarim jeni në dakord edhe na nesër ndrejt do të fillojmë inshallah taala, ta bëjmë si ama mirë edhe më marr. Kaç edhe ju ka tregoni grave se ditën e shtunë namazin e drekës bëhet duaja e hatmës që hafizët e kësaj xhamie e kanë knu një muj këtu, edhe këtë lajmëroni të shtëpia, e di që e harroni, po inshallah nuk e harroni. Lillahi l-Fatiha.